sapo dorëzova në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste mocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë. Mund na thoni disa detaje? Nga ana ime, premtimi u mbajt dhe ju përgjigja thirrjes kryetarit. Nuk është vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Ja kam drejtuar kryetarit Partisë Socialiste, ja kam drejtuar dhe kryeministrit, Asamblesë Kombëtare dhe çdo anëtarit Partisë Socialiste, po do jetë i hapur edhe për publikun, sepse një marrëveshje për Shqipërinë nuk mund as të hartohet nga 1 apo 2 apo 10 individ, po të duhet të shpreh vullnetin e shumicës, jo vetëm të antarësisë, po dhe të shoqërisë shqiptare që në këtë moment patjetër kërkon më shumë përfaqësim, kërkon më shumë demokraci, kërkon më shumë drejtësi shoqërore, kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit, një model ekonomik që i përgjigjet nevojave, dhe sidomos të rinjt, të cilët janë edhe në pararoj gjithmonë të kërkesave për ndryshim, janë ata që presin më shumë nga ne, dhe unë kam të gjithë besimin që kjo shumicë qeverisëse dhe Partia Socialiste i ka të gjitha energjit dhe të gjitha mundësit ti përgjigjet kësaj kërkese. Ka invite tjerë që janë bashkuar iniciativës tuaj, ndoshta dhe ish zyrtar Partisë Socialiste që ndoshta sot nuk janë pjesë. Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet t'i përgjigjemi qytetarëve, jo me arrogancë, po me përullësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Faleminderit. Për të tjerat, pastaj do keni mundësi shikoni dokumentin. Kur të dalë, edhe drejtësia drejtësohet, sepse është një nga çështjet kryesore, ka qenë krenaria jonë pavarësia e drejtësisë dhe sigurisht që duhet vazhdoj tjetë. Faleminderit.